qytetarit ditos, që unë do ata pres këtu me duart rokitit tuaja, të edhe pa ndarë shmeta. Fort, është të rritë që në kjo. Njërë të bje këtu. Në njërë të përgjafërit, si ty dhe shkërete, që në gëzuat zemrat sot. Janë i bidur që se cili sot për herë parë nuk shofë shtu, i kanë haru halët njërës të sot. Të gjithë sot gëzojnë me ju. Faleminderit Sabri Fezullah. Për kanë në zemrës, do në bëshë që. Faleminderit shumë, faleminderit kryetarin nderuar, faleminderit juve dhe stafit tuaj që na keni përzgjedhur neve të dhjetëve nga Kosova dhe nga Shqipëria. Na keni emëruar ambasador të paqes, për ndryshe falenderimi është shumë i sinqert, i imi dhe nga zemra, sepse tani jam 80 vjeçar edhe në këtë moshë nuk mbaroj shkurt. Falenderoj nga zemra shumë. Unë s'kam bërë asnjë gjë në jetën time, përpos që kam mbaruar gjuhën letërsi shqipe, po s'kam qenë asnjëherë zysh mësues, nuk kam qenë. Kam mbaruar pastaj para aktrim, degën e aktrimit dhe kam qenë aktori i teatrit ish krahinor, tani teatrit kombëtar të Prishtinës, edhe këtë që jam, kam fiqizuar 1089 këngë, e kam përfaqësuar Kosovën dikur në gjitha festivalet më të larta atëherë që kam qenë, po si vija ime, po. Edhe kam pasur nderin gjithë janë në gjuhën shqipe, çdo këngë ime është e kompozuar dhe orkestruar nga kompozitorët bash shqiptar, gjithandej ku janë, dhe tekstet e shkruara nga ta. Jam shumë mirënjohës federatës tuaj, ambasadës tuaj të paqes, që mua më keni nderuar mes këtyre zonjave dhe këtyre zotrive që kanë kontribuar shumë. Qmora zonja e zotrive përshëndet nga zemra shumë, ju dua fort, ju kam shumë një zemrë. Shumë i dashuri ambasador Mingjozi. Ambasador Mingjozi në njoh një dekadë që ka qenë të në Kosovë. E kam dashur dhe çmuar si çdo kosovar, kontributin dhe ndjesën e tij shpirtërore, morale dhe patriotike që ka bërë për Kosovën, për populin shqiptar që jeton në Kosovë. Juve do t'ju shpërblej njerëzimi dhe Kosova gjithnjë, ne ju mbajmë në zemër që sa vite që keni ardhur këtej, po jeni ju gjithmonë njeri i zemrës tonë, i kosovarëve gjithandej. Faleminderit për të rëndësi dhe të që të më. Shumë i çmuar i zoti ambasador Durmishi, jam shumë i lumtur që po ju shoh kështu. Zoti Durmishi është njeri i karrierës, është njeri që ka kontribuar nga në kohë shumë. Shpirti i tij dhe sinqeriteti i tij do të bëjë çmuar zonë. Qytet, në qatë në kam që du shumë të halësejë. Të duja shumë, është një ikone e vërtete këndës popullore mbar shqiptare. Me shëritet kam kënduar me vite të tëra, edhe pse është shumë ma e re nga unë. Kjo dhe mbeti sa të në gjithë një e re, dhe ka për ngellur gjithë një e bukur dhe e re, kështu si ne. Ma një joni që po e keq përdojnë ndoshta mikrofonin, ndaj zoti Agim Ademit, kryetarit të Federatës së Futbollit të Kosovës, kam emocione kur flas për te, e njoh nga rinia e hershme e tij, kur ka dhënë shpirt thuhet te ne, gjithandej, ka dhënë shpirt për të ardhur futbolli kosovar sot ku është në UEFA dhe në piedestal botror dhe në FIFA. Faleminderit për gjithmonë që keni dhënë ju për neve, faleminderit shumë për tjetë damë që tani luajnë krahas Mbappé, e kushaj lojtarët tjerë, Ronaldo, e gjithë të tjerët ku janë në për klubet prestigjioze në botë. Faleminderit shumë, faleminderit juve. Çfarë ju them tjetër? Po, do të këndoj një këngë që kam kënduar në vitin 1992
në festivalin e këngës në radio-televizionin shqiptar. Atëherë, unë dhe shumë këngëtarë të tjerë një 8 kemi ardhur në festival për të kënduar nga Presheva, se ka qenë çdo gjë e suprimuar, e ndaluar pos ajrit. Ne vetëm ajrin e kemi pasur, e ka ndotur edhe ajrin gjithmonë nga helmimi i shkollave të mesme, fakulteteve, sidomos aty ku janë filizët, lulet e para të arsimimit në shkollat mesme. Kështu e kanë bërë ata. Kemi ardhur nga Presheva për të mos na dhënë vulën pasaport, se pastaj i kemi pasur për ndjekjet si çdo shqiptar i Kosovës ande i kufirit, dhe erdha për ta kënduar këngën që kompozoi Gjevdet Gashi, një kompozitori yni, dhe tekstin e ka paskruar një poet i madh, Arif Demodhi, ndjes pas, ai ka vdekur, po nuk kanë vdekur romanet dhe letërsia e tij që akoma vazhdon të jetojë. Kënga quhej, kur erdha për ta kënduar në festival, më thanë pse me këngë ideologjike ka ardhur. Unë thash jo, nuk është ideologjike, po ne nuk kemi Shqipëri, nuk kemi shtet, ne lutemi, e kishim presidentin historik, doktor profesor Ibrahim Rugova, që atë shpirt, njeriu më i madh paqësor në botë, dhe kështu ka qenë, dhe njeri i paqës ka qenë, i pavdekshmi, Adem Demaci, erdha për ta kënduar do themi Shqipëri, një kompozitor i njohur shqiptar më tha ke ardhur për të kënduar këngë ideologjike, do të jemi Shqipëri, si do të jemi Shqipëri? Thash, dhe sot jam shumë i lumtur, Shqipëria po bëhet duke mos e imponuar ne të kombet e tjera. Faleminderit Shteteve Bashkuara, atëherë 19 demokracive të quajtura NATO që na ndihmuan, djemve dhe vajzave dhe gjithë kombit shqiptar në Kosovë, rinis, ata e quajtur ushtrisë lirimtare të Kosovës. Pastaj faleminderit nënës Shqipëri, jo ideologjike, për nënës së vërtet Shqipëri që i hapi dyert dhe na strehoi neve shqiptarëve të Kosovës gjatë bombardimeve, që gjithnjë Shqipëria dha çdo gjë, nga perikopia në Gjillit, nga fjalori Agron Hafit, dhe në sot, për të qenë ne Kosova, shtet i pavarur, e sovran, e demokratik, e pasor, e i bukur, sepse e kemi nëna Shqipëri në krah, jo ideologjike, nëna e zemrës. Faleminderit, unë jam aktor në profesor, nuk di të flas, po atë që ma ndjeu zemra e thash, sepse e kam dashur të jetën si çdo kosovar Shqipërinë dhe e du. Dhe do ta